Turqia është i vetmi vend në tokë që ndodhet njëkohësisht në 2 kontinente. Ajo shtrihet mes Evropës dhe Azisë, e ndarë saktësisht në mes nga një kanal i ngushtë në Stamboll. Një anë është Evropë, kalon urën dhe bam, je në Azi. Turqia kufizohet me 8 vende, përfshirë Greqinë, Sirinë, Irakun dhe Iranin. Mesdheu, Egjeu dhe deti i Zi e rrethojnë nga 3 anë. Turqia është pak a shumë sa Teksasi, me rreth 85 milion banor. Vetëm Stambolli ka 16 milion, më shumë se New Yorku. Dhe është qyteti vetëm në botë që ndodhet në 2 kontinente njëkohësisht. Tani vjen pjesa interesante. Turqia dikur ishte zemra e perandorisë osmane, sundoi pjesë të mëdha të Evropës, Afrikës dhe lindjes së mesme për 600 vjet. Ata shpikën kafen turke, baklavan dhe kebabin. Stambolli quhej dikur Konstantinopoj dhe ishte një nga qytetet më të mëdhenj në histori. Turqia ka qytete të lashta nëntoksore që strehonin deri në 20.000 njerëz. Balonat me ajër të nxehtë mbushin qiellin e Kapadokjas.